Lulzim Basha ndryshon strategji me aleatët. Manovra ish liderit Sali Berisha për të bërë pjesë të listave kryetarët e partive kryesore aleate nuk shihet si e duhura. Nënkryetari Edmond Spau konfirmoi për News 24 se në zgjedhjet e 18 qershorit asnjë aleat nuk do të dalë deputet prej listave të partisë. Ka pasur një kërkesë të aleatëve për të bërë pjesë e listave të Partisë Demokratike? Jo. Asnjë kërkesë kësaj natyre. Dhe nuk ka për të pasur që individ nga partitë e tjera, qofshin këta dhe kryetarët janë listat e PD-s. Eksperienca e zgjedhjeve të 2013 tregoi që nuk ishte ndoshta më e mira. Në 2013 Sali Berisha u tregua bujar me partitë kryesore aleate, duke bërë kryetarët e tyre pjesë të listave të Partisë Demokratike, një manovër që rezultoi e gabuar. Shpëtimi Drizi ishte i pari që braktisi demokratët. Një vit më vonë të njëjtën rrugë ndoqi edhe Demokristianin Nart Ndoka. Por me aleatët Lulzim Basha është bashkë në betejën për garantimin e votave. Edmond Spau një replike ka dhe me OSBE Odirin, i cili thotë se nuk ka kohë për përdorimin e elektronikës. Është në mandatin e OSBE-s që të jetë garanti i procesit dhe jo kronometri i datës së zgjedhjeve. Kështu që është në detyrën dhe përgjegjësinë e OSBE-s që të garantojë një proces të lirë dhe të ndershëm. Kërkesa për votim elektronik është detyrim ligjor. Ne nuk do të hyjmë për të qenë fasadë në procesin zgjedhor, për t'i dhënë legjitimitet zgjedhjeve të vjedhura. Ne nuk do të lejojmë që këto zgjedhje të vidhen dhe për këtë qëllim do të përdorim të gjitha mjetet që ofron demokracia. Opozita ka braktisur Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe kthimi është në pikë pyetje, për sa kohë kushti i saj nuk plotësohet.